Fevziu bën deklaratën e fortë. Artan Lame nuk ka vdekur, është në koma cerebrale, e kam nga familja e tij. Gazetari Blendi Fevziu në nisje të emisionit të sotëm u shpreh se do të bënte një anoncim, të cilin e quajti më të vështirin në jetën e tij. Ndryshe nga sa ka qarkulluar lajmi ditën e sotme për ndarjen nga jeta të ish-kreut të kadastrës Artan Lame, Fevziu sqaron se ky i fundit është ende në jetë dhe ndodhet në koma cerebrale. Fevziu shprehet se ky lajm është një kërkesë e familjes së tij, që një gjë që nuk ka ndodhur të mos bëhet fakt i kryer. Ndërkohë, Lame ndodhet në gjendje të vështirë shëndetësore. Kam një anoncim të shkurtër që është padyshim një nga anoncimet më të vështira që do të bëj, ndoshta edhe në të gjithë jetën time. Një nga miqtë e mi personal, një nga njerëzit, jam e bindur, e ka dashur Shqipërinë dhe historinë e saj më shumë se shumë të tjerë. Artan Lame ndodhet në momente shumë të rënda të jetës së tij. Sot paradite ka dalë lajmi që ai iku nga kjo jetë. Në fakt, ai ndodhet në koma cerebrale. Ka hyrë në një operacion të rëndë në zemër, pas një problemi disa javor. Operacioni nuk ka arritur ta zgjojë më, pra ai është në koma cerebrale, por është ende në jetë. Mjekët thonë që mundësia që ai të jetojë është thuajse, pra është e vështirë. Por gjithsesi, ai është ende në jetë dhe unë kam një porosi nga familja e tij që ta bëj këtë anoncim për të thënë që të mos bëhet fakt i kryer diçka që nuk ka ndodhur ende, u shpreh Blendi Fevziu.